Pra, le t'i hedhim një sy një manuali vërtet të fuqishëm për leadershipin. Dhe jo kudo, por në një nga ambientet më stresuese që ekziston, kuzhina e një restoranti. Vala e darkës. Kushdo që ka punuar në restorant e di këtë sken. Një porosi del gabim. Një klient ankohet, me zë të lartë, dhe papritur e gjithë kuzhina është në kaos total. Është ai momenti ku gjithçka mund të shpërthej. Dhe pikërisht këtu, në këtë moment, del në pa pyetja thelbësore. Je thjesht një menaxher apo je një lider? Kjo pyetje e vetme bën gjithë dallimin. Është diferenca mes dikujt që thjesht reagon ndaj zjarreve dhe dikujt që i parandalon ato. E po, le të flasim për armën sekrete të një liderit vërtet. Dhe jo, nuk është ndonjë aplikacion i ri apo ndonjë teknik menaxhimi e modës së fundit. Bëhet fjalë për diçka shumë themelore, një mjet psikologjik që ndryshon totalisht perspektivën se si shihet ekipi. Dhe ja ku e kemi, hierarkia e nevojave e Maslowit. Mund të duket si diçka nga një libër psikologjie, por prisni pak, kjo teori është thelbësore. Ideja është e thjeshtë, njerëzit duhet të plotësojnë nevojat bazike para se të mendojnë për gjëra më të mëdha. Dhe kjo është çelësi për të kuptuar një staf që punon në presion maksimal. Këtu e shohim ndryshimin si nata me ditën. Administratori, menaxheri tipik, sheh një problem dhe pyet: pse po dështon prap? Por lideri e shikon ndryshe. Pyetja e tij është: çfarë nevoje nuk po plotësohet këtu? Ky është një ndryshim themelor nga gjetja e fajtorit tek gjetja e zgjidhjes. Mendojeni një ekip si një ndërtesë. Ka një themel, por kur gjëra nxehen, kur presioni bëhet i padurueshëm, i gjitha i themel të kurret dhe bëhet vetëm një gjë: mbijetesë. Pra, para se të kërkojmë pjata perfekte apo shërbim të shpejt, duhen bërë disa pyetje shumë bazike. A është stafi i dehidratuar? A janë të uritur? A kanë frikë se do t'u bërtitet para të gjithëve për një gabim të vogël? Këto janë nevojat fiziologjike dhe të sigurisë, janë themeli i gjithçkaje. Në momentin që shpërthen kriza, e gjithë skuadra bie në bazën e piramidës. Harrojeni kreativitetin apo përsosmërinë. I gjithë fokusi bëhet ultra i ngushtë, vetëm të mos bëj gabim, vetëm të kaloj këtë turn. Ky është modaliteti i mbijetesës në veprim. Atëherë, si vepron një lider këtu? Së pari, qëndroni qetë. Në mes të kaosit, ai është shkëmbi. Pastaj jep udhëzime të shkurtra, të qarta mbështetëse. E mbështet ekipin publikisht, por kur ndodh një gabim, e diskuton privatisht, jo për të fajsuar, por si një mundësi për të mësuar. Kështu krijohet siguria psikologjike. Okej, themeli është vendosur, të gjithë ndihen të sigurt. Tani fillon puna e vërtet, apo jo? Kalojnë tek zemra e çështjes, ndërtimi i një ekipi të vërtet, ku ka lidhje dhe respekt. Sepse një ekip i vërtet nuk është thjesht një grumbull njerëzish që ndajnë të njëjtin vend pune. Është diçka më shumë, është një ndjenjë përkatësie. Dhe kjo ndërtohet me hapa të vegjël por të rëndësishëm. Një mbledhje e shkurtër para turnit, duke siguruar që kuzhina dhe salla komunikojnë me respekt, duke krijuar idenë se të gjithë po luftojnë për të njëjtin qëllim. Jemi të sinqert, në botën e Horekas është shumë më e lehtë të dëgjosh një kritik se sa një lavdërim, por një lider i mirë e di këtë dhe e kthen avantazhin e tij. Ai e kupton se vlerësimi nuk është luks, është karburant dhe sigurohet që të njohë sukseset, jo vetëm gabimet. Kuzhina është në flak, porosit vijnë pa pushim, dhe shefi afrohet dhe thot thjesht: po e menaxhon shumë mirë këtë fluks. Kaq. Kjo fjali e vogël mund të ketë një fuqi të jashtëzakonshme. Ajo i thot personit: të shoh, e vlerësoj punën tënde, ajo ka rëndësi. Mirë, kemi folur për mbijetesën dhe për ndërtimin e ekipit. Tani ngjitemi në majë të piramides. Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Këtu leadershipi nuk ka të bëjë më me menaxhimin e ditës së sotme, por me investimin për të nesërmen. Kjo është pika ku menaxhimi bëhet leadership i vërtet. Vet aktualizimi, tingëllon kompleks, por ideja është e thjeshtë. Të ndihmosh njerëzit të arrijnë potencialin e tyre maksimal. Nuk ka të bëjë më vetëm me kalimin e turnit të sotëm, por me ndërtimin e një karriere, një të ardhmeje. Dhe si bëhet këto? Duke u dhënë njerëzve mundësi për të trajnuar, duke u besuar përgjegjësi të vërteta, jo vetëm detyra, duke u bërë mentor për ata që tregojnë ambicie, duke krijuar një rrugë të qartë ku ata mund të rriten. Kur bën këto gjëra, nuk po menaxhon më punonjës, po ndërton lider të ardhshëm. Pra, le ta mbledhim gjithçka. Cili është rezultati final i kësaj qasjeje? Si ndikon vërtet një lider i tillë?
Në fund të fundit, gjithçka ka të bëjë me transformimin e presionit. Dhe ja ku është thelbi i gjithçkaje. Motivimi nuk vjen nga presioni. Motivimi i vërtet krijohet nga mirëkuptimi, sepse një ekip që ndihet i sigurt, i respektuar dhe që e di se ka një të ardhme, ai ekip mund të përballojë çdo krizë, çdo fluks, çdo kaos. Prandaj, pyetja që mbetet për çdo në një pozicion drejtues është shumë e qartë. Apo ndërton thjesht një staf për të kryer punët e ditës, apo po ndërton një ekip të vërtet, një skuadër? Përgjigjja e kësaj pyetjeje në fakt përcakton se çfarë lloj lideri është dikush.